përmendë dhe shpresoj që të flisim më shumë për këtë gjë se sa për ato që folëm. Jo, folti sa të duash për atë punë, unë e spostoj kohën, po. Këtu jemi në përpjekjen për ngritjen e një rendi të ri botror. Një rendi të ri botror ku Donald Trump është njeriu më i sinqert, thot ato që ne kemi ditur gjithmonë, po kemi mbuluar sikur bota është e ndërtuar nga parimet, nga drejtat e njeriut, etj. Bota ka dy elementë me të cilën funksionon. Forca dhe interesat ekonomik. Dhe në këtë pikë Donald Trump është tërësisht i vërtet. Nuk gënjen në asgjë. Dhe thot, në NATO, po jam unë që e paguaj 77% e NATO-s. Jam unë ushtria më e madhe e NATO-s. Dhe ju nuk mund të vini të thoni mu Malizi që është 600.000 banor ka po të njëjtën drejt vote si ç'ket. Dhe vë syzet presidenti i Francës kështu, rritet serioz dhe duket sigurisht fuqi atomike dhe bashkë me ata budallet e tjerë çon njëri 20, tjetri 30, tjetri 10 ushtar në Grönland. A e di ti që në 40-ën, kur Gjermania pushtoi Danimarkën, Amerika çoi ushtrinë në Grönland pikërisht që mos lejonte Gjermaninë dhe në ndecet gjermane dhe anijet gjermane që të merrnin Grönlandën. Është shumë qartë e argumentuar dhe këtë e shpjegoj më shumë se sa gjithë sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Përpjekja për Grönlandën në fakt ka të bëjë me kontrollin e polit veriut, të rrugëve të kalimit, të burimeve natyrore, të sigurisë polit veriut. Pse të polit veriut? Mjafton të marrësh globin e ta shohësh nga lart. Fuqia më e madhe, 2/3 e territorit të polit veriut është Rusia. Dhe nëse Rusia bashkë me Kinën do bëheshin bashkë, aq më tepër që në Kanada, Kina dhe India janë shumë prezente. Sot Amerikës në polin e veriut do të ngelte vetëm kjo pjesa kaq e Alaskës dhe atë ja ka dhënë Rusia atëherë kur ja shiti për shkak të Krimes, që duhet pagunte borxhet Evropës se ja mori Krimen perandorisë osmane. Ngelet pak Norvegji, pak Britani, pak nga këto vendet atje që janë lart. Edhe perëndimi e ka humbur. Dhe kjo hapësira më e madhe është Grönlanda. Kështu që ajo që tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s, që kemi gjithë interes, edhe Amerika ka interes mos humbi Evropën, dhe Evropa mos humbi Amerikën, dhe gjen një marrëveshje për Grönlandën, aq më tepër që kur ja dorëzojnë 47-ën Amerika Danimarkës Grönlandën, e shkruajtë në marrëveshje që sa herë ti duhet të ishulli Amerikës për arsye ekonomike, për arsye të sigurisë etj. Do ja vënë në dispozicion. Mjafton të shohësh globin dhe ta shohësh që SBA-ja, e cila në qendrën e vet, pra mund qendrën në ato shtetet e qendrës, ka vendosur raketat në rast lufte bërthamore në mbrojtje, rruga për të ardhur raketat nga Rusia ose nga Azia mbi SBA kalojnë pikërisht mbi Grönland. Pra, vendosja një baze bërthamore, mbrojtje raketore, si ato që kanë pas amerikanët në Itali, në Greqi, Turqi, në kohën e Bashkimit Sovjetik, është interes strategjik jo vetëm i Amerikës, po edhe i vendeve tjera të NATO-s. Pra, pse duhet ta marrin ne, pse thot Donald Trumpi? Po Donald Trumpi nuk është njëri do si do, është presidenti i zgjedhur i SBA-s, i fuqisë më të madhe të NATO-s. Kështu që nuk duan të jenë ato pjesë e bordit të paqes. Po mirë, ata nuk duan të jenë pjesë e bordit të paqes, do BE-ja të lidh marrëdhëniet ekonomike me Kinën dhe me Indinë. Me Indinë të bën. Tash në shkruan një marrëdhënie me Mercosurin, po nuk ka ndonjë problem. Ato janë vende që kanë origjinë nga Evropa, Mercosur janë vende katolike. Po me Indinë për shembull, që sot është fuqia e parë një nga fuqitë e para ekonomike të botës. Trumpi para se të vinte pushtet e ka thënë që unë dua të prish BRICS-in, sepse BRICS-i më kërcënon ekonominë, perëndimore ekonominë e Amerikës. Po në BRICS, kush janë fuqitë themeluese? Brazil, Rusi, Indi, Kinë, Amerika e Jugut. Pra, Afrika e Jugut. Përveç Afrikës Jugut, to katër tjerat, i kemi aktorë aty. Prandaj i thot në politikën time të jashtme, prioriteti është kush? Azia, paqësori dhe Oqeani Indian. Po pse? Sepse kjo erdhi si rrjedhoi 25 viteve politik kur perëndimi
dhe këtu kryesisht Evropa, po dhe Amerika shumë, vendosi deindustrializimin e vetë dhe dërgimin e gjithë strukturës industriale të perëndimit, ku? Në Indi dhe në Kinë. Nuk e di, ju keni iPhone duket. Jo, Samsung, po. Po, okay, unë kam Samsung. Po iPhone që është amerikan, 5% prodhohet në Amerikë. Gjithë pjesa tjetër vjen nga ana tjetër botë. Përfshi dhe mineralet e rralla që këta si ka. Tani unë mendoj që gjërat janë kaq transparente. Ka një problem, mënyra e komunikimit të Trumpit. Ky ka qenë gjithmonë Trumpi. Por nuk ka qenë vetëm Trumpi president që ka komunikuar, edhe Ronald Reagan, kështu ka qenë. I drejt për drejt. Kjo është Amerika, arrogante ka qenë gjithmonë, nuk është se zbulum tani që Amerika është arrogante. Por nga ana tjetër, pa Amerikën dhe pa NATO-n, si do ishte sot e gjithë bota jonë? Përfshi dhe ne këtu. Që ju mendoj që ka nevojë për një lloj, si të themi, moderimi të gjuhës nga të dyja palët, edhe nga amerikanët dhe nga europianët. Po këta shohim që një pjesë e madhe fuqive europiane, mirë që s'marrin pjesë të Bordi Paqes, po është problemi i tyre. Mbajnë qëndrim se amerikanët ndërhyjnë Venezuelë. Këtu ka një problem me botë kuptimin. Kemi që në vitit 60 për shembull që në Kubë, madje rusët atëherë tentuan të vendosën sovjetikët edhe raketat bërthamore më para Amerikës. E megjithatë një pjesë e të majtës europiane vazhdon sot të është pro-kubane. Nuk duhet ndërhyjmë, është imperializëm, është kjo, është. Po mirë, jemi kthyer tek bota e dikurshme. Por nuk kemi zbuluar akoma asgjë. Janë gjëra që i kemi ditur. Kjo është Amerika. Kjo është fuqia e Amerikës. Po flasim për argumenta ekonomik të cilët nuk kemi folur ndonjëherë, nuk kemi dëgjuar ndonjëherë më përpara, po ky është realiteti në cilën flasim në botë. Çfarë tha Donald Trump? Tha, ne këtu tha, do bëjmë llogarinë sa të fortë jemi. Dhe me forcë nuk kuptoj. Ushtarakisht dhe ekonomikisht. Ai ka thënë shumë qartë, u lidhet me Kinën, unë do të vot taksat e larta, mbaroj më vetë. Ja ka thënë te Kanadas, ti ke 25% ekonomisë e ke Indi. Përveç drogës, përveç kësaj e tjerë. Unë kam kufi. Ti je 50 milion si vend, unë jam 350 milion si vend. Janë interesat. Shiko se situata brenda Amerikës nuk është një situatë e thjeshtë. Gjendja sociale, rritja e varfërisë, vetëm nga 2020 deri në 2025 kur erdhi Donald Trump president. Që rritur numri të varfërve në Amerikë me 20 milion më shumë. Shiko nivelin e dhunës që ka. Përplasjet që kanë komuniteti hispanik i Amerikës, pra ky që voton republikanët, Rubio. Ky është kundër hispanikëve të tjerë që vinë nga Amerika e Jugut. Pra, kështu Amerika ka shumë probleme të brendshme. Ka probleme të funksionimit të ekonomisë, ka probleme sociale, ka probleme të funksionimit të shëndetësisë, ka probleme të funksionimit të demokracisë, ka probleme të dhunës, ka probleme të drogës brenda territorit. Imagjino nga ana tjetër, dhe fakti që ky thotë, por unë kam prioritet veten time një herë. Kjo nuk duhet na bëjë ne si kontinent të kthehemi anti-amerikan. Nga ana tjetër dhe amerikanët duhet të qetësohen pak sepse në interesa fatgjat nuk i intereson as atyre ta humbin Evropën. Por sigurisht që leadershipi evropian sot duhet të rri me këmbë tokë. Ajo që tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s është absolutisht e vërtetë 100%. Nuk mund të jemi as më të fortë, as më të sigurt, as më të fortë ekonomikisht nëse do të ndahet kontinenti nga Amerika. Pra, duhet një riformatim dhe një riekuilibrim i gjithë gjës. Falenderoj shumë që të kisha në studio. Faleminderit juve. Faleminderit të nderuar miq, të pashoq rikthehet